Me një laps të shpejt. Me një laps të shpejt. Që një ushtar, një djalosh, që nuk të shëron dhe do të paguaj, mund të mbaj 3 ushtarë nga ata që duan të vinë. Pra kjo është shumë e thjeshtë. Ata që thonë financiarisht rëndohet, nuk i kanë bërë këtë lloj llogarisë, ose nuk janë futur, nuk ka pas vulletin të futen kësaj lloj llogarie. Por nga ana shoqërore, nga ana edukative, shoqëria shqiptare përfiton jashtëzakonisht shumë. Mendoje një djalë që ta heqësh nga rruga, ta heqësh nga kafenet, ta heqësh nga droga, ta heqësh nga edhe nga rrjetet sociale, dhe ta çosh atje që të edukohet me disiplinë. Është ky telefoni, po si ja bëjnë ushtrit e tjera me rrjetet sociale? Ja kanë zgjidhur shumë thjesht, disa e kanë zgjedhur. Fillon stërvitja në orën 8, futet telefoni në kasafort, dhe kur marron stërvitja në orën 4 të mazites, merret telefoni. Disa tjera e kanë zgjidhur akoma më thjesht. Të hanën, dorëzon telefonin, e merr të premte. Ke linja që të flasësh me familjen e tjera. Kjo nuk është problem.